si me thonë, demarku, kufizu gjithë këtë ngjarje të sotme. Pa diskutim, Bedri Hamza është një politikan perspektiv, me një sfond të besueshëm dhe kredibil të angazhimit publik, kudo që ishte në institucionet e Kosovës, si ministër, kryetar komune, guvernator, kështu me radhë, si politikan pas një pikë dyshimi që për të këqoj mesazhin sot me zgjedhjen e Bedri Hamzës, se cila është rruga e saj, e kontributit për Kosovën e sotme të nesërme politike. Është përcaktuar për një politikan që nuk manifeston grindje e polemika, që po është një politikan i fokusuar në punë konkrete, në politika konkrete që çojnë Kosovën nga A në B në C, me as shumë nevojë që ka sot Kosova. Në pikpamje të asaj se si u mbajt kjo konvent, pas një lloj diskutimi që lën shije jo shumë të mirë, ndoshta edhe demokratike, në mënyrën se si u votuat për zotin Hamza, një zgjidhje kjo ideuar dhe disa ditë më parë nga kryetari Memli Krasniqi. Për te i kësaj se si u vesh, me çfarë kostumi u vesh sot gjithë kjo ngjarje e madhe politike, fjalimi sotëm i zotit Hamza nuk ishte shumë fjalim entuziast për një fitore të një fituesi, të një kryetari që zgjidhet në kryet një subjektit madh politik. Ishte një fjalim që e rikonfirmon domosdoshmërinë etike të tij, të gjithë atyre që mund të zgjidhen nesër në trupat e partisë, për të krijuar një shtrat paqe, një pakt paqeje mbi shqetësimet për ndarje, për fragmentarizim që ekzistojnë midis grupeve të fuqishme politike. Këtë e konfirmoi. Bedri Hamza është pacifikatori i PDK-s apo si? Po të kishte një parti politike pushtetet ndara, që është ka sistemi ynë parlamentar, me president, pushtet ekzekutiv, gjyqësor, legislativ. Hamzës figurativisht do të shkonte mirë sot të ishte president partije, president partije mbi modelin në që ka Kosova, një figurë që mëton përpjekjen e vendosur për unitet brenda partisë mbi gjitha të ndarje që ekzistojnë. U tha për herë të parë, duhet ta themi me zë dhe figurë, mund të jetë mikluar kjo ndarje, po së fundi ka shpërthyer midis Ramiz Ladrocit dhe Memli Krasniqit. U tha edhe nga Hamza edhe nga Krasniq, që në PDK ka ndarje, është jetike për këtë parti që të jenë së bashku në një projekt të përbashkët për të pashtuar gjitha ta zëra që mund të jenë. A ishte demokratike kjo konvenci pas teje? Enver Hoxha i tha se jo. Nuk mund të quhet plotësisht demokratike. Unë ta shpërtej çështjeve tekniko-administrative, PDK në SH të bashku